Më vjen shumë keq. Pash një zonjë që shiste fiq, po s'kisha lek me vete, i thash ja të marrë lekë dhe do viti marrë, se kam shumë qef të blej, se janë si nëna tona, se blejnë të këta, se sa në për dyqane. Po kërkoja të tetën ku është tani. E gjeta tetën. Tetën me fiq. E gjeta tetën unë fund. Unë do marrë gjysë kile si fillim, së të dja. Do them të gjithëve që të blejnë tek zonja si ju të nderuara. Se i bëni me kaq mund dhe sakrificë. Faleminderit shumë. Si ma mirë. Shkoni sa piqë të mirë që ka. Shka. Si gjë. Jo gjithmonë për dyqane njerëz. Por janë bio, fiq faleminderit. Ai s'ka gjë. Jo nuk ka gjë për zotin. Merë edhe këtë na mua. Kam tek një vajzë. Më vjen shumë keq. Të ngjarë. Vërtet. Më vjen shumë keq. Ku e ke? Tek sporti, mund tek sporti ball për ball me Riviera. Bar për bar, atje shet gjithmonë, po tani del thjesht me këtë karrocë. Marazi, po ma dhe një fik. Ma dhe. Të shpirti që kam. Nuk e di. Po fjalë. Ja, këta duhet mbështetur, këta duhet suportuar, këto nëna të vojtura që mundohen me shumë sakrifica, me shpirt e me zima, me djerë, se natyra të ballit të fitojnë rrogën mujore, po them, për të rritur fëmijët, edhe për atë pensionin e tyre që nuk ju del në fund të muajit. Janë kaq të mira. Ja, fiqt. Më vetëm sa për t'i provuar, do shkoj do blej prapë sigurisht. Atje ku më tha zonja, më dha dhe këto për shpirtin e vajzës, që nuk i jeton të më.